Zoti Gjini është për opinionin shumë mirë figurë e njoftun, i cili prej pas luftës është aktiv në politikë, duke filluar prej pozicionit të deputetit në Kuvendin e Kosovës, ministrit dhe mandati i tretë në udhëheqjen e qytetit Gjakovës, që do thotë se e ka një përvojë shumë të madhe në menaxhimin dhe në organizimin në të gjitha nivelet. Këtë ka dëshmuar edhe me punët e tij që ka bërë në qytetin e Gjakovës, dhe nëse referohemi një fakti shumë thjesht, me buxhetin aktual që e ka pas Zoti Gjini në Gjakovë, ai ka kryer më shumë punë ndoshta se një qeveri e tërë për 5 vite. Aleanca si subjekt është mirë njohur se ne kemi një votues tradicional. Normalisht që në regionin e Dugatxhinit është më shprehur, por duke pasur parasysh edhe një fakt shtesë se edhe zoti Ardian Gjini, tani më kryetari i Aleancës, vjen nga Dugatxhini, mendoj dhe jam i bindur që votuesit dhe përkrasit e Aleancës do të jenë ata të njëjtit, por ndoshta do të kemi dhe po presim edhe ndryshime në kuptimin tjetër pozitiv.